Paçe plënci nga duart e mamit. Për të gjithë neve që jemi rritur me këto shije, bëjmë çmos që të mundemi të hamë një pjato me paçe plënci, edhe unë sidomos do ta ha vetëm nga duart e mamit, se e di që vetëm ajo e pastron aq mirë dhe ashtu siç duhet. Se kuptohet që paçe bëjnë edhe në për restorant, po okay, unë nuk e preferoj. Tani e di që shumë nga juve nuk jeni rritur me këto shije, edhe nuk u pëlqen, e kuptoj shumë mirë, e mund të vijë akoma dhe vështirë ta shikoni, po unë tani do ta tregoj për të gjithë ata që jemi rritur me këto shije edhe na mungon. Si e përgatitim tani, si që mund të shikoni, ka shumë punë, se është plenci, e pa diskutim, do larë një herë mirë me ujë, pastaj me krip të trash fërkohen të gjitha këto zorët edhe të gjitha këto djamrat që ka brenda, nuk janë djamra në fakt, zorë, plencë, të gjitha këto gjërat, pastaj plenci duhet të pastrohet me ujë të vluar, disa e bëjnë me gëlqere, neve nuk e bëjmë me gëlqere se nuk është e shëndetshme, daja edhe do kaq shumë që të pastrohet me ujë të nxehtë, të fërkohet mirë, me çdo gjë. Këtu ishte edhe mëlçia, të cilën do ta bëjmë të skuqur, nuk do ta hedhim brenda natë. Po e lante mami atë moment, ndaj ua tregova. Shikoni plënci sa mirë që duhet pastruar me thikë, që të iki ajo e zeza, edhe tani paçja është gati. Procedurën se si e gatoj tani ua kam treguar në video tjetër, se këtu po flija unë dhe e bëri mami që në 5 mëngjes. Çfarë ti bëjmë tani? Po shikoni pjata që doli fantastike o njerëz.